ka me rënu. Vazhdojmë, Santi. Çka e të bo kove të fundit edhe apo pritet në sen vazhdim? Vazhdim. Santi jam të marrë me projekte muzikore, jam të shku të producentat, non stop të punu, po mundona me gjetë një stil që përket tash në fasën kohën që ndroj momentalisht si artiste, ka me pas disa këngë që kanë dalë janë shumë të mira, me nëzisë po pres me një publiku. Gatshme dhe më thonë, janë i kitë I kanë disa, kanë dalë shumë të mira. Po punojmë vazhdimisht me shpresë që pëlqejen ato këngë dhe jo me një fazë shumë produktive, kësha mujtë me thonë. Bravo. Koza Sa mirë. ke qitë në këngë me 2 tonin, apo? Që shu shprit për publikot? Kom qitë edhe këngën me 2 tonin, edhe një vetë, që kom bo remake një këngë të Eliza Hoxhës, një këngëtare shumë të mirë, që mu më ka pëlqyer shumë. Edhe kënga me ritëm do të vallëzoj. Unë e kom këthy një stil pak ma ndryshe, pak ma... Me ritëm do të vallëzoj. Po, është kënga titulli... Se menohet më spëtu me Rita Orën, me zbasës pjovez, sy ka dhez me yllin e zgjë. Me ritën e boni ylli. Po, sy ka dhez diçka, në shtyme. Ani, bravo. Po me nej 2 këngë, po u pretën mirë, nice. Mirë për shtot, që se e fri gjeneratës të tonin, sepse njerës po kanë qef ma shumë bashkëpunime, ma shumë kanë qef me na pa në bashkëpunime ma tepër. Edhe një ballad me Sinanin, më do këtë e kja s'ke dosht me na kallëzu. Unë jem shpion, unë e foli. Jo, diçka e di që e keni pas si në muhabet një mas 20 vjetë me shku me një balot, se e kanë ato pa fat. Sinanin e ka balot Ajo më është ever. zicë. Po, pa fat është ndër balodat ma të mirat mijat edhe po shpresoj që kena me përsërit edhe një sukses me një balad. Po uroj. Njëti kompozitor? I njëjti kompozitor, Ilir Berani, tekstin edhe muzikën, kënduar nga dihet diva. Nga nësë. Nora e si në Bravo, Saliu. suksese. Suksese, shpresoj që kam ju dollë kongë e mirë. A te thejmë pak që të farë fillimi, që të farë qëtësie me një kongë. Na ti kena përzirë do kongë. Ti e këngëtare kogja ju e vjetër në mosh, po me... Qka po do me thonë? Me një përvoj shumë gjatë, edhe se ki problem me knu live, edhe s'ke dollë kogja motin e për intervista, mirë që erë dhe këtu, se këtu kiq ka të regon, po se Nora nuk, edhe ku do që ka shku, adhe nuk e dhja kanë pas band dhe live e sene, po një këngëtare si kjo, vynë me pas një band të mirë. Edhe... Shumë më pëlqen bendi uj për një metal akmoj. Kështu që s'ki me pas problem... Dhe të kësha pasun. Së është problem. Së është problem. Mirën vesh dyqysh. Po... Për shmim s'po folim, po... Unë e ta kum përzgjedh kongën Dy shoka, është e nga ajo nat. Po, Dy shok. Flori Mumaesi. Shumë kongë e mirë, shumë o konë hetë, edhe Shqipni ta dojnë shumë, edhe na i përzgjedhim do kongë që ashtu mujnë mu bo me benda, din. Edhe mandej, tu bo. Po unë e kisha thonë, mu që me kënu qëtë kongë, me bendin e robi plakët kudën vetë, që ti pelak mën me pasë për vetin. Po, se ki. Qëre ta ku më dhonë zemrën edhe bendin ta dhonë, nuk ka problem. Themi pas pak me kongën Dy shok.